Përfundoj me futbollin e koha tashmë për më të rejat nga handbolli. Kombëtarja e Kosovës në konkurrencën e meshkujve ka pësuar disfat nga Ukraina në ndeshjen që është zhvilluar në Lituani në kuadër të grupit të 6 kualifikues për kampionatin evropian, i cili do të zhvillohet në 2026 në Norvegji, Danimarkë dhe Suedi. Në duelin e zhvilluar në Lituani, pra Dardanët u mposhtën me 11 gola dallim, rezultati 36-25, me çka në këtë mënyrë mbetën në kuotën e 3 pikëve pas 4 ndeshjeve të zhvilluara. Kosova deri në fund të këtij cikli ka për të zhvilluar edhe 2 ndeshje ndaj liderit të grupit Holandës në udhtim dhe krejt në fund i presum Ishujt Faroe me synimin për fitore dhe për të siguruar kualifikimin historik në një ngjarje të madhe dhe po shpresojmë se do të jetë një e tillë. Në fakt kemi tentuar vazhdimisht, nëse regjia është e gatshme tashmë të kthehemi në studio, kemi tentuar sot gjatë ditës dhe të kontaktojmë edhe me selektorin Bujar Qerimi për të marrë opinionin se si kalojnë ndeshja dhe pse një dallim kaq i madh kur kemi fituar me 1 gol dallim në Prishtinë ndaj Ukrainës dhe tashmë kemi pësuar me 11, megjithatë momentalisht nuk kemi qasje me selektorin, po besoj që nëse selektori na ndëgjon dhe është i qasshëm, atëherë mund të zhvillojmë edhe bisedën.